Në këtë edicion do të ndiqni Kosova shënon 18 vjet shtetësi. Mira qytetar pjesë e marshit drejtësi, jo politik. Veterani UÇK-s bëhet me banesë të re në ditën e pavarësisë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kosova sot shënon përvjetorin e 18 të shtetësisë së saj. Pavarësia erdhi pas një periudhe të dhimbshme lufte dhe sakrificash, ku roli i ushtrisë lirimtare të Kosovës mbetet pjesë e pandashme e historisë së re të vendit. Përveç luftëtarëve, kontributi i jashtëzakonshëm dhanë edhe mësuesit që mbajtën gjallë arsimin në vitet e okupimit, punëtorët shëndetësor, intelektualët, media dhe diaspora, duke krijuar themelet e shtetit që sot feston 18 vite pavarësi. Kosova sot shënon 18 vjet shtetësia, akti historik i 17 shkurti 2008 vullosi rrugtimin e gjatë për liri dhe shtet të ndërtim. Në këto gati 2 dekada, Kosova ka kaluar nëpër procese të rëndësishme politike, ekonomike dhe shoqërore, duke konsoliduar institucione dhe subjektivitetin ndërkombëtar. Pavarësia erdhi pas një periudhe të dhimbshme lufte dhe sakrificash, ku roli i ushtrisë lirimtare të Kosovës mbetet pjesë e pandashme e historisë së re të vendit. Përveç luftëtarëve, kontribut të jashtëzakonshëm dhanë edhe mësuesit që mbajtën gjallë arsimin në vitet e okupimit, punëtorët shëndetësor, intelektualët, mediat dhe diaspora, duke krijuar themelet e shtetit që sot feston 18 vite pavarësi. Unë me nderin dhe privilegjin më të madh, do ta lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Gjatë këtyre viteve, Kosova ka ndërtuar institucionet e saja demokratike, ka miratuar një varg legjislacionesh duke shtrirë autoritetin në gjithë territorin. Integrimi ndërkombëtar ka qenë një nga prioritetet kryesore me synime të qarta drejt strukturave euroatlantike. 18 vjet më pas, Kosova vazhdon të ndërtojë identitetin dhe shtetin e saj. Përvjetori i pavarësisë është një moment të reflektimi për rrugën e kaluar, sakrificat të bëra dhe përgjegjësinë për të ardhmen. Mes krenarisë për arritjet dhe vetëdijes për sfidat, 18 vjetori shënon jo vetëm një datë historike, por edhe një thirrje për më shumë unitet, zhvillim dhe vizion për vitet që vijnë. Megjithatë, përballë festës qëndrojnë edhe sfidat. Zhvillimi ekonomik nuk ka ecur me ritmin që qytetarët kanë pritur. Papunësia, migrimi të rinjëve, korrupsioni dhe nevoja për reforma të thella në drejtësi dhe arsim mbeten çështje që kërkojnë zgjidhje konkrete. Shumë qytetarë shprehin bindjen se pavarësia politike duhet të pasohet me pavarësi ekonomike dhe mirëqenie më të prekshme në jetën e përditshme. Legjislatura 10 e Kuvendit të Kosovës ka mbajtur sot seancën solemne për nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Krahas përfaqësuesve institucional, pjesë e seancës solemne ishte edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe personalitete të shumta që kanë kontribuar për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe Rifat Jasharin. Legjislatura 10 e Kuvendit të Kosovës ka mbajtur sot seancën solemne në nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Krahas përfaqësuesve institucional, pjesë e seancës solemne ishte edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, si dhe personalitete të shumta që kanë kontribuar për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe Rifat Jasharin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në foltoren e Kuvendit, ku ishte vendosur mbishkrimi UÇK, tha se Hashim Thaçi dhe të tjerët që po gjykohen
në gjykatën speciale janë ngritur për liri, andaj çdo përpjekje për njollosje të luftës është e papranueshme. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se akuzat e prokurorisë speciale ndaj shkrerëve të UÇK-s për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes njëshekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm dhe një shtet sovran, tha presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, duke shtuar se Kosova ishte vendi ku liria vritej, por sot liria funksionon dhe frymëzon. Ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, një shtet sovran. Kosova ishte vendi ku liria vritej, sot është vendi ku liria funksionon, ku liria frymëzon. Kosova e sotshme është një shtet i ri në vite, por me rrënjë të thella sakrificash, kontributesh dhe meritesh. E kryetaria kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu tha se çdo përpjekje për ta shkëputur luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga konteksti i saj historike e politik rrezikon shtrembërimin e së vërtetës së popullit të Kosovës. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për dinjitet dhe liri. Dhe çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembrojë të vërtetën e asaj kohe. Kujtojmë se në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, krerët shtetëror kanë bërë homazhe tek kompleksi memorial në Prekaz për të nderuar familjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Homazhe janë bërë edhe te varri i veprimtarit Adem Demaçi si dhe te varri i Ibrahim Rugovës, ndërsa gjatë pasditës është mbajtur edhe ceremonia parakalimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës. Qytetarë nga gjithë Kosova sot u bën pjesë e marshit kombëtar Drejtësi jo politik, organizuar nga platforma Liria ka emër, me mbishkrime e simbolit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Protestuesit nga të gjitha viset shqipfolëse kërkuan një zëri gjykim të drejtë nga dhomat e specializuara në Hag për ish-krerët e UÇK-s. Të gjitha rrugët e Kosovës sot kishin një destinacion, pjesëmarrjen në marshin Drejtësi jo politik, organizuar nga platforma Liria ka emër. Marshimi nisi me 2 këngë të artistëve shqiptar për të vazhduar tutje me kërkesat e mira qytetarëve nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut, që ish-krerët e UÇK-s të gjykohen drejt në Hag. Njëri nga organizatorët e marshimit, Ismail Tasholli, u shpreh se nuk ka pas vend ku nuk është përmend emri i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka shku fjala që i ka mbush syt me lot e zemrat krenari. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas as një shesh ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me sytë tonë sa shumë e donë ky popullu që kanë si simbol, si sakrificë, si themel i lirisë, si pjesë e identitetit tonë. Me thirrjes së brohoritjesh UÇK, Vasfije Krasniqi Godman, e mbijetuar e dhunës seksuale në Kosovë, kërkoi lirimin e ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. 18 vjetori pavarësisë është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirin tonë. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Aja u vjuan në gjak në Afrikës, që qëndron në shekuj. Ka deri që të flasë
se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën botës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këtu për t'i luajtur ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është selimi i lirisë dhe padrejtësia. Nasim Haradinaj nga OVL UÇK u shpreh se pavarësia këtë vit festohet e mangut. Pavarësia do çdo herë të dilet dhe të festohet, dhe ajo është një ditë e mirë kur do të festohet, por sot kjo pavarësi është e menget. Dhe unë mendoj se kanë gjallë janë ka dalë më tepër edhe si revolt, dhe një padrejtësie që do të përbohet vazhdimisht ti populli. Ne fituam pavarësinë, ne u solidarizuam me gjithë popujt që duan lirinë dhe u bashkuam si ata dhe vepruam si ata, prandaj u detyruam të nisim një luftë çlirimtare. Luftë çlirimtare e cila ishte e drejtë dhe që opinioni edhe botnor, po edhe bota demokratike, krye edhe me Amerikën, e kuptuan se kemi të drejtën dhe drejta është në anën tonë. Pas marshit drejtësi jo politik, qytetarët u shpërndan të qetë. Si kudo në Kosovë, edhe në Gjakov në mënyrë të organizuar, protestuesit u nisën drejt kryeqendrës për të bërë pjesë e protestës. Para Pallatit të Kulturës u mblodhën protestuesit nga disa zona, të cilët pastaj të bashkuar rrugtuan drejt marshit drejtësi jo politik. Sot, në këtë ditë të shënuar për vendin tonë, qytetarët e shumë nga Gjakova dhe fshatrat përreth u mblodhën për të nisur drejt protestës me moton drejtësi jo politik. Me autobus dhe makina private u organizuan për udhëtimin drejt Prishtinës, ku protesta priti të mbahej në sheshin Skënderbeu në orën 14. Atmosfera gjatë nisjes ishte e mbushur me emocione, flamuj kombëtar dhe thirrje për drejtësi. Shumë nga ata theksuan se presin lirinë e ish udhëhecëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, duke e parë këtë si një çështje dinjiteti dhe drejtësie historike. Është një ndjenjë e papërshkruar se na kemi lirinë sa të gëzojmë pola tyne që janë atje. Kanë shumica që kanë humbur prind, familjen, na vimi këtu për me gëzu lirinë, inshallah me faqe të bardhë dalin ata. Përkrahim veteran të luftës, komandanta të luftës, gjithë ata që janë pafajshëm lirimin sa më të shpejt. Jem ka shkojmë për komin tonë, për padrejta që kanë e bënë bota, që kanë bënë që 100 vjetë e për porën. Unë jam me Srebrenicës, i përshëndes gjithë miqasin, Jaranin, me bo apel, me liru Thaçin se është i pafajshëm. Edhe i dua krejt Kosovën, mu qunë demonstrata me nëshu vllahën tuën. Ne sot përshkojmë me protestu, në përkrahjet e 4 kreve të UÇK-s që gjenden në Hagë padrejtësisht për lirimin e tyre dhe të festojmë pavarësinë mbas lirimit të tyre. Pjesëmarrësit theksuan se kjo protestë është një mesazh qytetar për drejtësi, unitet dhe respekt ndaj historisë së vendit, duke shprehur shpresën që zëri i tyre të dëgjohet dhe që e ardhmja të ndërtohet mbi drejtësi dhe jo mbi ndarje. Në këtë ditë feste nuk kishte se si të mungonte vallëzimi festiv. Në qendër të qytetit, një grup vallëtarësh nga ansambli Ardhmëria nga Gjakova defiluan përgjatë rrugëve të qytetit, edhe pse në kohë me shi, ata sollën momente festive. Në kuadër të festimeve, sot në Gjakovë është mbajtur defile festive nga grupi i vallëve Ardhmëria. Me performancat e tyre tradicionale, vallëtarët mundësuan një atmosferë festive për qytetarët, të veshur me kostume kombëtare dhe të shoqëruar nga tingujt e muzikës popullore. Vallëtarët parakaluan nëpër qytet, duke tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve që kishin dalë për të ndjekur këtë aktivitet. Azem Ademi, përfaqësuesi i grupit, tha se në këtë organizim marrin pjesë vallëtarë të moshave të ndryshme. Ne si grupi vallëve nga Gjakova organizojmë çdo fest, çdo përvjetor, do më thonë, dalim në për qytet, në për defile, bojmë vallet ndryshme edhe me grupet ndryshme edhe me gjeneratat të reja, fëmijë më të rritën edhe deri në moshat madhore, e jepim maksimumin tonë në mënyrë vullnetare për pavarësinë e popullit shqiptar.
Ndërkaq profesori Muhamet Rogova përcolli një urim për këtë festë, duke vlerësuar punën e valltarëve që sipas tij çdo herë zbukurojnë qytetin me energjinë dhe interpretimet e tyre artistike. Me këtë rast ju urojmë gjithë shqiptarëve, jo vetëm të Kosovës, por kudo që të ndodhen, për këtë festë shumë të rëndësishme, për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, për çdo festë që marrë për çështje kombëtare, këtë gjithmonë e kemi këtu për defilim. Por me bërë një defilim në për rrugët e kryesore të qytetit Gjakovës, për t'ja shtu ahengun, për t'ja shtu kënaqësinë këtij populli dhe për t'ja dhënë një elan edhe në aspektin artistik e muzikor. Aktivitetet të tilla, përveç karakterit festiv, konsiderohen edhe si një mënyrë e rëndësishme për të ruajtur identitetin kulturor dhe për ta përcjell atë të gjeneratat e reja, duke bërë festën edhe më të bukur për të gjithë qytetarët. Në ditën kur Kosova shënon për vjetorin e 18 të shtetëndërtimit, Medium Ynë ka arritur të sigurojë edhe opinionet e disa qytetarëve për të kuptuar se çfarë mendojnë ata për rrugotimin e Kosovës dhe si duan që ajo të jetë në të ardhmen. Ndjekim kronikën. Kosova sot shënon 18 vjet pavarësi dhe liri, një nga datat më të rëndësishme në historinë e saj. Kudo ku ka shqiptar sot shënojnë këtë ditë me vlerësime nga më të ndryshmet. Në këtë përvjetor të 18, mesazhi i disa qytetarëve nga Gjakova është i qartë: të ruhet liria fituar me shumë mund, të forcohet uniteti dhe të punohet për një të ardhme me shumë drejtësi dhe integrim për vendin. Pari gjithë e shqiptarëve të Kosovës, onë mon, ka gjinë një urojmë festën e pavarësisë Kosovës. Kjo është një arritje më e madhe për popullin shqiptar që e ka prit më shekuj. Edhe tjetër në uroj që t'jenë më të bashkuar. Unë për mesazh më të mirë në më inshallah urojmë që ta gëzojmë këtë pavarësi, ta gëzojmë këtë liri që e kemi dhe të mendojmë pak më urtë e butë dhe ta ndërtojmë sa më mirë që është e mundshme. Edhe ata që në hak të kthehen sepse po mohen pothuajse pa drejtësisht. 17 shkurti mbetet një datë e veçantë për gjithë shqiptarët, pasi përfaqëson rrugtimin e gjatë drejt lirisë, shtetëndërtimit si dhe përkushtimit për ta forcuar shtetin çdo ditë e më shumë. Në ditën e pavarësisë kishte gëzime edhe në familjen e veteranit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Arben Rudit. Ai bashkë me bashkëshortën dhe 2 vajzat e tij sot u bën me banesë të re, ndihmë kjo e cila u mundësua me nismën e shokëve të luftës dhe u mbështet nga vullnetmirët e shoqatës Bereqeti. Urime, Nisma për mbledhjen e fondeve për blerjen e banesës për veteranin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Arben Rudi, sot mori epitet tjetër. Veteranit Arben Rudi, në ditën e pavarësisë së Kosovës, ju dorëzuan çelësat e banesës së re. Veterani i UÇK-s Agron Kreziu, duke falenderuar shoqatën Bereqeti dhe kryetarin e shoqatës Bereqeti, Abdurrahman Bejtullahu, u shpreh mirënjohës ndaj të gjithë atyre që ndihmuan në sigurimin e banesës për veteranin. Sot është një ditë e veçantë për gjithë popullin shqiptar. Ju uroj pavarësinë e Kosovës 18 vjetorin. Njëherë në këtë ditë po ndajmë edhe një banesë për bashkëluftëtarin tonë Arbenin. I dëshirojmë shëndet me familje gjitha të mirat. Po ashtu dua të përshëndes edhe Hoxhën Abdurrahmani, shoqatën Bereqetit, se me të vërtet kanë bërë një punë të mrekullueshme. Dua të përshëndes gjithë miq, shokë, familjarë, bamirësat që ndihmuan në këtë banesë për Benin dhe njëherë t'ju uroj gjithëve shëndet e gjitha të mirat, po ashtu edhe komunën që nuk ka bashkangjitur këta. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame, Valon Myrta, duke uruar pavarësinë e Kosovës, falenderoi qytetarët që kontribuan në këtë iniciativë. Më lejoni që t'i falenderoj të gjithë donatorët, komunën e Gjakovës, veteranët e UÇK-s dhe t'ju uroj nga thellësia e zemrës veteranit të UÇK-s këtë banesë shumë modeste, përmes së cilës në këtë ditë pavarësie shumë të çmueshme për krejt popullin, ne reflektojmë si mundet që besimi në Zot të konkretizohet në një angazhim qytetar. Faleminderit gjithëve.
Nënkryetari i komunës së Gjakovës, Flamur Fetahaj, u shpreh se është kënaqësi që në këtë ditë të veçantë për shtetin t'i dhurohen qelësat e banesës veteranit Rudi. Fillimisht duhet t'ju uroj gjithë shqiptarëve ditën e pavarësisë, një ditë të shenjtë. Është nder dhe kënaqësi për mua që në këtë ditë të shenjtë t'ju dhurojmë qilësat një luftëtari që ka dhënë shumë për vendin, edhe fal tyre ne sot gëzojmë lirinë. Ne si institucion jem në bashkëpunim edhe vazhdojmë të kemi bashkëpunim me shoqatën Bereqeti. Do t'jem gjithmonë afër gjithë atyre të cilët kanë nevojë. Ndërsa veterani Rudi, i cili nga sot ka një streh të vetën bashkë me bashkëshorten dhe vajzat, falenderoi të gjithë ata që kontribuan që ai sote në vazhdimsi të gëzojë jetesë sa më të mirë. I uroj ditën e pavarësisë gjithë shqiptarëve, e falenderoj Kuvendin Komunal, shoqatën Bereqeti, veteranët e luftës, donatorët, biznesmenët edhe familjarët edhe shokët edhe miqtë. Kujtojmë se iniciativa për blerjen e banesës për ish luftëtarin e UÇK-s dhe ish pjesëtarin e TMK-s Arben Rudin u mbështet nga qytetarë të shumtë. 3 vjetë më parë, shumë biznese në Kosovë u bën pjesë e nismës së përbashkët kombëtare, bojkoto produktet serbe. Përmes kësaj thirrje u synua që konsumatorët të blejnë sa më shumë produkte nga prodhuesit vendor dhe në masë të madhe t'i bojkotojnë ato nga Serbia. Kjo nismë po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Bojkotimi i produkteve serbe dhe mbështetja e produkteve vendore janë apelet e vazhdueshme drejt qytetarëve që të mos mbështeten prodhimet e shtetit që ka kryer gjenocid në Kosovë në luftën e fundit. Gjatë viteve të fundit është parë ulje e importit të produkteve serbe, çka dëshmon vetëdijesimin e qytetarëve për bojkotim të njëjtave, ani pse ka ende punë për të bërë në këtë drejtim. Nga shoqëritë civile, organizata të ndryshme e madje edhe nga vetë qytetarët, në vazhdimsi nuk mungojnë nismat, të cilat marshojnë për bojkotimin e produkteve me origjinë serbe dhe njëkohësisht mbështetjen e prodhimeve vendore, nga se në këtë formë synohet të ngritet ekonomia e vendit. Këto iniciativa ndërlidhen ngushtë me procesin e shtetëndërtimit dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës 18 vjet më parë. Në këtë kontekst, mbështetja e produkteve vendore shihet si akt qytetar dhe si kontribut në forcimin e themeleve të shtetit, njëkohësisht edhe si vetëdijësim për mospërdorimin e produkteve nga shteti serb. Nisma e nisur 3 vjet më parë, ku shumë biznese në Kosovë bën pjesë e nismës së përbashkët kombëtare, bojkoto produktet serbe, po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Në shënim të festës së pavarësisë është mbajtur takimi letrar Ora e Pavarësisë. Adhurues të fjalës së shkruar u mblodhën bashkë në sallën e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi, duke prezantuar punimet që në theks kishin rrugtimin e shtetëndërtimit të Kosovës. Në shënim të festës së pavarësisë është mbajtur takimi letrar Ora e Pavarësisë, ku adhurues të fjalës së shkruar u mblodhën në sallën e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi, për të prezantuar punimet që në thelb kishin rrugtimin e shtetëndërtimit të Kosovës. Organizatorja kësaj ore kushtuar pavarësisë, Mevlüde Saraçi, ishte e para që hapi këtë aktivitet, duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve të tilla në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare. Ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Poetëve Shkrimtarëve dhe Artistëve Gjakova dhe Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Gjakovë, po natyrisht organizator dhe njerëzit kryesor jeni ju pjesëmarrës, sepse ju jeni protagonistët e këtij aktiviteti të quajtur Ora e Pavarësisë. Në këtë takim, me një fjalë rasti, ishte edhe kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, Rushdi Stefa. Unë kam ndi veten shumë të nderuar që më është bërë ftesa me marr pjesë në këtë ngjarje, e cila shënon një datë me shumë vlerë për të gjithë ne, po edhe për ata që kanë kontribuar në jetën e tyre për më ardhur te kjo datë, Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Poezi kushtuar bashkëshortit të saj dhe invalidit të luftës recitoi Fjolla Agusholli, duke përcjellë emocione të forta dhe duke rikujtuar sakrificën për liri. Kësaj ore letrare kushtuar pavarësisë nuk I mungoi as Majlin Danushi, e cila me poezinë e saj arriti të bëjë sallën plot emocion dhe reflektim mbi rrugën e gjatë drejt lirisë. Plini të qetë, as kush s'mund të matet me ju, as kush zgjendët më lartë se ju, e as kush më thellë se ju. Ju shpua tokën, gjerku me frymë dashuria. Ju shpua qëmbit, gjerku rritët qëndresa, plinit qetë. Në këtë takim të pranishëm ishin nxënës të shkollave të mesme dhe atyre fillore, si dhe intelektual, shkrimtar e poet të shumt, të cilët me pjesëmarrjen e tyre I dhan edhe më shumë kuptim kësaj veprimtarie në nder të pavarësisë. Tani kemi këtu edhe një veteran. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova shënon 18 vjet shtetësi. Mira qytetar pjesë e marshit drejtësi, jo politik. Veterani UÇK-s bëhet me banesë të re në ditën e pavarësisë. Këtu merr fund ky edicion qendror I lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeshni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.